Doktor Agron, tha dhe ma herë doktor Valdeti që shpesh edhe nështë e keni riziku jetën e juj duke marë pajisje mjekësore për mja dërgu shtris, për mja dërgu pacientave që kanë pasë nevoj. E shpesh unë e kom dëgju dhe si fmi kur thuhej gjatë kohës në luft në male, gjilponat me zjarët shkrepze si kanë dezinfektu për me i përdore, kanë punu pak kushte. E di që është pjesë emocionale, po doja shumë ta kujtonit një pjesë ose ndi një pacient që... Po, une karo edhe një 2 herë me shku me përfasus nënës Terezë në malet e Berishës, kur popullata i shpërngun mas lupe i fshatrave dhe ishin në tenda në malet Berishës, atër koha ishte ftov shi, kur Saraja ditë kur shkova, kishte ro shi i madhë në ato tenda, me nëzile veshim pe tende në tendë, me shku mi undimu. Po ishte një ndjenjë, knatësi, që po mundëm mi unimu aty në atë kohë. Mirë po që i tha dhe motra Sadije, kem pas mjaftë peripeti gjatë kalimit në për punktet policisë, maltretime, mirë po, nuk shpjek në kryrë, ishim pajtu ma të qatë ndodhë, na e vazhdojshim misionin tonë. Po, ke qenë edhe i rinë moshë, edhe gjendja emocionale, psikologjike... Atër isha i martumi, kisha 3 fëmi, bili kur më njësë herën e fundit me shku në Potok, unë isëm pej nënës Terezë me ekip, me ndru ekipën që ishte atje në kry me doktor Izabinishin, na ka nalë në Lozhan aty policia, edhe vishë na kanë rëthu me automatik, ka thonë shdërip një posh kujni një stop dhe një me shnoshin u që kënë. Na me të më thash ku pedim vlo këta që jena mjek mas pojë, së s'na vetën heqë. Na kanë rënis aty, na kanë maltretu dhe i ka ora 5, mirë po zi për ta që kësë vëti një forcë. Gjitha të rejde, thësha, kur isha njerës të rejun që i qitë që në vetë, thësha, me më rejmu kështu, unë e desë, kërështë e barë këtë të rejne. Vishë që edhe biljata dhe ma shumë në më shumë, thësha, që s'piu dhamë, shaj. E që për mirë, ka kalu e ako. I pa ta thonë familjes, në atë kohë, thësh, shoqës dhe qërë, unë e për nisna, atje do t'jemi sigur, ti me thmi kohë, shkrejt populata dhe ti. Mësë menoni të unë, thësh, po që ndodhe ju do fë mu këthyat në atë. Na pështum, qysh pështum, pse pështum, sa na të kam bo në për qytetë Prishtinës, vrasi, u vro advokati Kelmendi me thmije, në Mitrovice, tonë që dishin qysh ta kanë shurë, ta kanë. Bili njerë kur thanë hinin kërë, thash po dojnë me na shti, tash edhe me na ekzekutut, me thonë që ka ndosh me ikë, po jo.